Nëse ka një gazetar që është marrë me këtë çështje dhe si autor i lajmit, jam marrë dhe vjoj të merrem. Problemi është që... Është këtu, Klodi, që lutem, njerëzit e bandave janë herë me njërën parti, herë me tjetëri. Jo. Që tani mjafton të shkosh konfliktin që kishte Ervis Martinaj për të kuptuar peshën që kishte ai në krim të organizuar. Dhe përsa ka disa grupime kriminale që janë bashkuar së bashku në këndvështrimin tim për të zhdukur Ervis Martinaj, pa tjetër që kjo nuk mund bëhet pa mbështetje politike. Dhe pa tjetër dhe kur thuhet mbështetje politike apo mbështetje shtetërore, nënkuptohet që mund të jenë segmente caktuara të policisë, të cilët mund të kenë të hapur rrugën, mund të kenë zhdukur provat e tjera me radhë. A kemi në përgjigje pse makina e Ervis Martinajt, makina e blinduar u gjetë e hapur në rrugën Durrës Kukës? S'kemi shpjegim deri sot, sepse ka qenë në afërsi të Repsit dhe askush nuk jep shpjegim. A kemi ne shpjegime se si Ervis Martinaj doli përpara se të zhdukej nga një pallat pas qendrës ring ku banonin njerëz të rëndësishëm të drejtësisë dhe që presupozohet ishte i rrëtur? Ne s'kemi sot shpjegim. A kemi ne shpjegim për të gjitha takimet që kanë patur krerë të grupeve kriminale dhe kanë tentuar edhe intriga brenda llojit për këtë çështje? Ne s'kemi shpjegim. Autoritetet mund të kenë se kanë kufjet e përgjimit në vesh. Patjetër që kjo ngjarje mund të zbardhet vetëm në një formë, vetëm me një të penduar. Unë e kam thënë dhe njëherë, po e ri përsëris. Një personazh shumë i rëndësishëm i krimit organizuar ka kërkuar mbrojtje dhe nuk i është dhënë nga shteti shqiptar. Për cilat arsye le ta shpjegojnë autoritetet. Dhe ka kërkuar mbrojtje për ta shfaqsuar nga gjitha akuzat e tjera, për t'i garantuar familjen dhe të tregonte fatin e Ervis Martinajt. Nuk e ka një mbrojtje. Se përse ta shpjegojnë ministrat, ish-ministrat e tjerë me radhë. Unë nuk marr përsipër dot të komentoj këtë gjë sepse nuk i di si kanë shkuar bisedimet. Por ama në kohën që eksponent të caktuar të qeverisë pretendonin që mund të jepnin përgjigje për fatin e Ervis Martinajt, kishte një sinjalizim për një të penduar drejtësisë. Kjo është mundësia e vetme. Lodi, më fal, kjo ka një domethënie tjetër shumë të madhe. Fakti që nuk i jepet mbrojtje një personi që ka kërkuar të dëshmojë rreth fatit Ervis Martinajt, mbrojtje nuk e jep qeveria. Zoti Preqi, ju e dini shumë mirë tani mos fshihemi pas gishtit. Champions Liga e krimit organizuar është bashkuar për zhdukur Ervis Martinajt. Shumë e thjeshtë. Po ta mbaroj fjalin. Po pra. Mbrojtjen ja jep prokuroria e posaçme dhe gjykata, nuk ja jep ministri dhe prandaj këtë po them. Po duhet të shkojë dikush te gjykata dhe te prokuroria, apo jo? Duhet ta sinjalizojë policia institucionet. Kjo është akoma më keq që ndikimin politika e ka deri te prokurori dhe te gjykati që të mos japin as statusin e të penduarit dhe t'i garantojnë mbrojtjen unë edhe ju e di shumë mirë që kjo ngjarje zgjidhet vetëm me të penduar. Nuk ka asnjë provë tjetër që mund ta zgjidhë këtë ngjarje. Po, kur të shprishen balancat e këtyre grupimeve, të përplasen me njëri tjetrin dhe ndoshta në atë kohë do kenë ndryshuar dhe balancat politike. Dhe atëherë mund të kemi sepse unë vazhdoj patjetër që kam një lloj rezerve deri ditën e fundit sa të provohet e kundërta. Por fakti që deri tani pavarësisht kërkimeve nuk ka një gjurmë, duket sikur Ervis Martinaj dhe familja pretendon që është vrarë dhe bën përgjegjëse politikën familja e vet. Dhe ju e dini këtë gjë, babai pavarësisht se sot refuzoi të fliste publikisht, por në gjykatë tha që djali im nuk jeton më shqip, më qartë nuk kishte si ta thoshte. Megjithatë, kjo është një ngjarje që ndoshta do dojë dhe shumë kohë që ose mund të dojë kohë të përjetshme. Patjetër mund edhe të mos zbardet fare. Kemi Eduard Belegun, kemi shtukje të tjera që nuk janë zbardur. Për këtë ngjarje ka pasur 100 apo 200 njerëz të organizuar, një pjesë veshur me uniforma policia që janë marrë me këtë punë dhe që e din shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Ka pas edhe ky disa njerëz me vete, që kanë qenë të paktën 3 makina që ka shkuar Visma apo 4 makina që ka shkuar atje te këtij vendi ku e kanë marrë. Pra, është një numër shumë i madh personash që e din. Këta persona, që janë 100, 200 apo 300, a e kanë folë dhe me disa të tjerë? Ja, pra, kemi rreth 1000 veta që din detaje. Mua më shkruajnë her pas here dhe më sjellin detaje njerëz pa njohur anonim nga kjo ngjarje. Më shkruajnë detaje që kur i shikon dhe i peshon me atë çfarë ka ndodhur duken të besueshme. Kështu që një ditë ka për të plasur kjo histori, nuk mbahet, nuk është se ka bërë një person i vetëm. Ngjarjet kriminale të pazbardhura, që kanë shkuar gjatë ose që nuk janë zbuluar fare, kanë nga mbrapa një autor të vetëm. Kur ndodh me një autor të vetëm, jo zotëri, kjo është me 200. Nuk ka mundësi, do pëlcas një ditë.
Atëherë ne mbetemi të pistat, hipotezat, këto që u thanë paka shumë kush ishte interesuar për këtë vrasje, dhe me dyshimin që ka apo s'ka interes, edhe ka dhe s'ka interes për të zbardhur zhdukjen e Martinat, por do të interes për të varrosur çështjen. Ne do t'jemi në vijim, do të shikojmë, do të ndjekim si ngjarje, si proces, si shpesh dhe linte dhe zhvillohet për shembull momentet që babai i tij shkon në thith në gjykat ose në prokurori e tjera, pra në mënyrë si thuash aksidentale, shfaqet dhe rishfaqet kjo ngjarje dhe kaq. Mbetet në një errësirë të plotë. Tani do të ndalim pak minuta në ç'po ndodh me hetimet për Akshin. Ish drejtoresha e Akshit, Mirlinda Kërçanaj, është paraqitur në SPAK për ndryshimin e masës saj të sigurisë. Zhabina i pari, çfarë po ndodh me hetimet e dosjes së Akshit? Kërçanaj doli vetë në një intervistë televizive dhe ja la përgjegjësinë të tjerëve. Kryesisht Daniel Shimës ja la përgjegjësinë në drejtorit. Po kjo vetë ishte drejtoresh. Po ka një problem. Ndërkohë kemi edhe një moment tjetër ku është thirrur një biznesmen, Gentian Likaj, që është ky që thirret, njëri i ri. Ti dhe Lala do të ndihmoni. Po, zonja Kërçanaj deklaroi që ka deleguar firmën e saj sa i takon prokurimeve që kryeshin në Aksh, por Daniel Shima ka qenë aty për një periudhë të caktuar kohë, ndërsa zonja Kërçanaj ka qenë drejtoreshe e Akshit rreth 12 vite, kështu që sa ka qenë Shima? Shima ndoshta nga 2018 deri në 2000, ka qenë për 5 vite ose 6 vite ndoshta në total. 22. Nuk di ta them fiks kohën që ai ka qenë në numri 2 i Akshit. Por zonja Kërçanaj sigurisht është në drejtën e saj për të mbrojtur veten në raport me këtë çështje. Ajo ka qenë pas ndryshimit masës sigurisë është paraqitur sepse ka detyrime për të paraqitur në prokurinë e posaçme. Ka qëndruar vetëm pak minuta, por sigurisht që ajo mund të rikthehet për shkak të zhvillimeve që ka në këtë dosje. Ndërsa interesant gjatë kësaj jave ka qenë paraqitja në prokurie e shtetasit Gentian Likaj, i cili është një ndër biznesmenët që ka përfituar po them më shumë nga tenderat e Akshit, në të shtrirë këto në vite, mund të llogaritën rreth 45 milion euro të fituar nga tenderat e Akshit, dhe në dosjen e prokurisë së posaçme, ky shtetas ka dy episode të rëndësishme që kanë të bëjnë me 2 tendera, 2 procedura prokurimi. E para ka të bëjë me implementimin e desktopëve virtual pranë aviacionit civil. Dua të shtoj këtu zoti Rakipi që Gentian Likaj sipas prokurisë së posaçme. Jo, sekond, ky është njeri i thirrur tani, çfarë është ky? Gentian Likaj është një ndër përfituesit e tenderave të Akshit.